Përshëndetje të nderuar nxënës, ne sot do të flasim për Pjetër Bogdanin dhe periudhën letrare të tij. Letërsia filo-biblike dhe Pjetër Bogdani janë padyshim të pandara njëra me tjetrën. Veçoritë e kësaj letërsie, pra letërsisë filo-biblike, janë se kjo letërsi zhvillohet në 3 shekuj, në shekullin e 16, 17 dhe 18. Vjen si rrjedhoi e ngjarjeve historike. Letërsia filo-biblike, nga vetë termi filo dhe Bibël, kuptojmë dashuri ndaj Biblit. Pra, kjo letërsi e gjitha është një letërsi fetare e krijuar si rrjedhoi e ngjarjeve historike. Spari, kjo letërsi zhvillohet në kohën e kundërreformës. Çka është kundërreforma? Një përpjekje e Kishës së Vatikanit që gjitha lutjet fetare të përkthehen në gjuhë të ndryshme të botës. Kështu që edhe lutjet fetare nga Bibla përkthehen në gjuhën shqipe. Çka mundson kjo? Nën propagandën fide, shqiptarët, gjithsesi priftrindjet dhe përfaqësuesit kryesor të letërsisë filo-biblike, duke filluar nga Gjon Buzuku, Pjetër Budi, Pjetër Bogdani e të tjerë, kanë një mision fetar që të përkthejnë lutje fetare nga gjuha italiane dhe latine në gjuhën shqipe. Kështu që me pushtimin e Shqipërisë në vitin 1479, shqiptarët fillojnë të konvertohen në fenë muslimane, nga katolik në musliman. Dhe për të ndaluar këtë, është një përpjekje pra e gjithë meshtarëve shqiptar që të përkthejnë lutje të ndryshme fetare nga italishtja në gjuhën shqipe. Kështu që gjithë letërsia filo-biblike ka një mision fetar. Do të kalojmë tani te Pjetër Bogdani. Pjetër Bogdani është autori më origjinal i letërsisë filo-biblike. Pse e themi këtë? Per arsye se Pjetër Bogdani, në bazë të njohurive të tij shkencore të fituara gjatë studimeve, ai arrin të krijojë veprën më origjinale, gjithsesi si vepra e parë e shkruar në gjuhën shqipe. Pastaj detyrohet që këtë vepër Pjetër Bogdani që ta përkthejë në gjuhën italiane për arsye se ishte kërkesë e propagandës fide që t'i ndihmonin që të botohej kjo libër. Krijimi i veprës së parë origjinale në letërsinë filo-biblike Qeta e Profetëve është për arsye se kjo vepër nuk është përkthim, kjo vepër është krijim, prandaj njihet si vepra e parë origjinale në gjuhën shqipe. Do të flasim tani për jetën e Bogdanit. Pjetër Bogdani është shkrimtari më i njohur i letërsisë filo-biblike. Pjetër Bogdani lind në Gur të Hasit të Prizrenit në vitin 1630 dhe vdes në vitin 1689 në Prishtinë. Bogdani gjatë jetës së tij ishte prift i Peshk i Shkodrës, kryepeshk i Shkupit, teolog, filozof shqiptar nga Hasi dhe që shtrihet në Shqipëri dhe në Kosovë. Kujtojmë se mësimet e para Bogdani i bëri në Ciprovac të Bullgarisë, ndërkaq në vitin 1674 ai ishte nxënës i Kolegjit Ilirian të Loretos në Itali, ndërkaq në vitin 1651 ushtron detyrën e meshtarit në Pult dhe në fshatrat e Prizrenit, pra rreth vetëlindjes së Bogdanit, ndërkaq në vitin 1656 thirret në Rom për të vazhduar studimet e larta në Kolegjin e Propagandës në Itali. Aty mëson gjuhët e lindjes dhe në vitin 1658 kreu studimet e larta për teologji dhe filozofi në Rom, ku mori titullin doktor shkence. Karriera e Pjetër Bogdanit. Duhet të themi se Bogdani thuajse gjatë gjithë jetës së tij përndjeket nga turqit, pasi ishte koha e përndjekjeve të mështarëve shqiptar për punën që bën.
pse përndiqeshin meshtarët shqiptar, lind pyetja. Për arsye se meshtarët shqiptar përveç misionit e tyre fetar, ata kryenin edhe një mision tjetër, adhëtar, duke punuar në rimkëmbjen e popullit shqiptar, duke krijuar dhe organizuar rezistenca ndaj okupatorit të asaj kohe, pra perandorisë osmane. Kështu që karriera e Bogdanit fillon si i peshk i Shkodrës dhe administrator i Tivarit. Çka është titulli i peshk? Është një titull fetar që konsiderohet më i ngritur se sa titulli i priftit. Pastaj në vitin 1675 fillon të shkruaj veprën e tij jetësore, Qeta e profetëve, ku e paraqet për botim tek propaganda fide dhe me kërkesën e propagandës fide, Pjetër Bogdani detyrohet ta përkthejë edhe në gjuhën italiane. Kjo vepër i merr kohë plotësisht 10 vite Pjetër Bogdanit që ta botoj. Duhet të themi se në vitin 1677 emërohet pastaj arqipeshk i Shkupit në vend të ungjit e tij Andrea Bogdanit. Lufta turko-austriake fillon në vitin 1683 dhe në dhjetor të këtij viti pikërisht vdes Andrea Bogdani. Pjetër Bogdani pastaj aratiset në male, me që rast humbe dhe librin e Andrea Bogdanit, gramatikën latinisht shqip. Kështu duke u aratisur nga perandoria osmane, ai strehohet në Ciprovac, pastaj edhe në Dubrovnik të Kroacisë. Në pjesën e parë të vitit 1685 shkon në Venedik e në Padovë, ku arrin të takoj avokatin e mirënjohur shqiptaro-anglez Wes Dillon, nga i cili merr përkraje dhe në vitin 1685, pra pas plot 10 vitesh punë, arrin të botoj veprën e tij dhe krye veprën e tij jetësore, Qeta e profetëve në Padovë të Italisë. Pastaj Pjetër Bogdani merret aktivisht me organizimin e rezistencës antiturke dhe u bën vizita të gjitha vendeve të arqipeshkëvisë të tij. Në vitin 1689 depërton ushtria austriake në territoret shqiptare. Në nëntor të këtij viti kjo ushtri arrin në Prishtinë, kështu që Bogdani niset me ushtrinë austriake për në Prizren, ku inkuadron plot 6.000 shqiptar dhe bashkë me ta arrin në Prizren. Në Prizren Bogdani sëmurret nga mortoja, kthehet në Prishtinë për shërim tek mjekët gjerman, por me kot, vdes në fillim të dhjetorit të vitit 1689 në Prishtinë, ku varroset aty. Siç njofton nipi i tij, John Bogdani, menjëherë pas thyrjes së ushtrisë austriake ato ditë, tatarët dhe turqit e nxjerrin trupin e pajetë të Pjetër Bogdanit nga varri dhe zhvarrosin pra trupin e tij. Kalojmë tani tek Qeta e profetëve. Duhet thënë se vepra e Bogdanit përbëhet nga 2 vëllime. Vëllimi i parë, Qeta e profetëve, flet për krijimin e botës dhe jetën e Sibilat. Çfarë janë Sibilat? Sibilat janë profetesha romake e pagane. Këtu Bogdani tregon atë dashurinë e tij. Në çfarë mënyre? Duke emërtuar gjitha ato Sibila me emërtime të vendeve shqiptare, siç janë Hasjania, Prizrenjania, Kosovaria, Shkodrania, Shkupjana tjetër. Ky element tregon që Bogdani nga rrafshi fetar kalon në rrafshin adhëtar, duke përfaqësuar sa më shumë në veprën e tij tematikën shqiptare dhe vendet e tij shqiptare. Në vëllimin e dytë, mbi jetën e Jezu Krishtit, shpëtimtarit të botës, Bogdani flet për jetën e Jezu Krishtit. Ndërkaq në tërësi, kjo vepër ndahet në 3 modele të poezisë. Poezia e krijimit,
ku flet për krijimin e rrezullimit ose krijimin e botës, poezia sibiliane që flet për profeteshat pagane romake dhe poezia e kushtimit ku kjo është poezi e dedikimit dhe është më origjinale e gjithë veprës qeta e profetëve. Me kaq ju përshëndes dhe ju uroj një jetë